What the fuck? Xuma Allushi reagon kundër Luizit. E habitshme. S'është as pak e habitshme se Luizi bëri si interesant dhe tha që Xumi do I fikte dritat vetëm nëse Top Channel do paguante faturën. Shiko, Xumi ka pasur shpesh herë kështu kontradita, bifi themin në gjuhën e përgjithshme me Ledionin, me Luizin, pra herë pas herë. E ka ngacmu të shkretin, e ka ngacmu. E ka nisë të vazhdon akoma, më thënë ai ka mbaruar Bigu, ka nisur Bigu tjetër, po mbaron ky tjetri. Dhe Xumi është ende në vëmendje. Ai reagoi në fakt me një Insta story ku tha: "O mreti shqiptarëve, mos u borrën acak, thuaje si burrat atë që më the dhe tekstualisht. Ti di si I bën produksioni punët, kaq." Si Brikena ka thënë këtë, kaq. Më mirë kishe shpik në një smundje tjetër, kishe bërë buj më shumë se kjo shaka. Gjithsesi jam I vetmi banor që përmendet akoma sot edhe 2 vjet më pas. I vetmi? Një kërcimi imi ishte baras me shumë humore tuaja, të shkoft mbar filmi, e ke edhe një promo nga unë përveç Bigut. Oh, wow, Xumi. Jam shumë e bindur që Luizi ka pasur shumë nevojë për një promo nga ana e Xumit për filmin. Domethënë, Ai tani ta pyesim se sa ka paguar Luizi për promo. Merë në telefon. Xumi, përshëndetje, jam Kostiani nga Andale. Jemi drejt për drejt në emision dhe doja të të bëja një pyetje, të lutem, lidhur me statusin tuaj në Instagram për Luizin, duke cituar që ti e di se si I bën produksioni këto punë. Tani mund të kemi një përgjigje më të saktë që çfarë ke dashur të nënkuptosh me këtë? Mora vesh fare dhe I herë çat. Atëherë, lidhur me postimin që ke bërë në Instagram për Luizin. Dhe ke cituar që produksioni I bën këto punë mbrapa krave. Tani çfarë konkretisht ke dashur të thuash me këtë? Bona çik reklam për filmin, në bëri bona çik promo. Po mirë, okay, përveç promos. Unë promo ti. Kjo është strategji marketingu e gjithë. Tani atë ka paguajt Luizi apo jo? Për këtë promon. Ka bë? Ka paguajt? Ka bë? Atë ka paguajt Luizi për këtë promon që I ke bërë? Po të na hedhë pranë lek. Ka bën qokën, çojnë na ja bëri. Po mirë, po për qëndrimin e ti në Big Brother këto ditë? Çfarë mendimi ke? Fantastik fare, valla, më I miri nga të gjitha është. Apo bën ironi apo e kishe vërtet atë Insta story? Mora vesh pse doli. Po nëse ti do ishe në të njëjtin Big Brother me Luizin, si mendon që do të shkonte rrugtimin? E mbylla Big Brotherin tim unë vllai, aq është, nuk hyj më. Xumi, çfarë ka ndodhur Hyj me më, s'ka te? nevojë. Çfarë ka ndodhur mes teje dhe produksionit ose Top Channelit? Se shpesh herë ke pasur dhe disa deklarata në Instagramit tënd kundër Big Brotherit, kundër Top Channelit, Ledionit. Produksioni Top Channel Ledioni janë më të mirë ato. S'ka se ato. Më të mirë, s'ke thënë kështu Janë dikuar. top, janë më të mirë, janë O domethënë. Xumi ti që ke ndryshe në Instagram, ndryshe. Respekt në maksimum. Tani na thoj të vërtetën Xumi se e kuptuam tani. Realisht çfarë mendon dhe çfarë si është marrëdhënia jote me Top Channelin? Po duam të vërtetën tani. Do ta them drejtën fare. Ma bëj Allah. Ma hiç. Okej, e Ma bëj kuptoj. Allah. Trujt zoti, igni, mision marr. Faleminderit Xumi, ju pafshim. Ciao. Ja, shikon që s'duhet ta pyesësh shumë një person se shiko çfarë përgjigje të jep. Shiko, kur insiston shumë ndonjëherë mbase merr përgjigje që nuk do ti dëgjosh, por mbase publiku duhet të kuptojë disa gjëra më shumë. Për mua nuk ka asnjë lloj problemi se nuk është se kam ndonjë gjë unë me Xumin, thjesht doja të dija mendimin e tij real, sepse ndryshe shfaqet në Instagram siç e tha Fatosi, dhe ndryshe po na thot ne, patjetër ishte në kuadrin e ironisë, por realisht doja të dija. Unë ruaj gjithmonë rezervat e mia për mënyrën se si njerëzit zgjedhin të shprehen dhe këto janë qëndrimet e tyre personale në fund të ditës, sepse ata I din vetë se si ka pasur marrëdhëniet me produksionin dhe çfarë ka ndodhur, duke që ai gjatë gjithë kohës ishte duke bërë ironi. Po, është bërë ironi, po unë mendoj dhe këtë nga ana tjetër e medalit është dhe fakti që Xumin e ka ngacmuar gjithmonë, sepse dhe në rastin ku kundërvu Ledioni bëri një batut në Prime, dhe rasti Luizit u përmend, pra nuk është se Xumi po del out of nowhere, jashtë çdo konteksti dhe po sulmon Top Media. Kështu që unë thash shumë mendoj që Xumit I ka ngelur akoma peng Big Brotheri, nuk e Ose Egli. nuk e di për këtë, nuk e si ai sa donte të ecte, edhe tani
Do t'i bijem sa marri. Nëse, iku tash ky muhabet kalon sepse historia e dashurisë, Brikena dhe Mateo. Çifti. Që të sillnin pak ndërmend atë Eglin dhe Xumin, në këtë rast Xumi është Mateo, po nuk e di sa Brikena është një egli. Ajo u pa që u prek pak nga poezia e Mateos dhe e përqafoi. Italiano, amore mio. Po, ndoshta i gjithë Chelsea i suksesit Mateos ka qenë gjuha italiane. Ndoshta duhet i flasë italisht. Se të bëj tjetra ndryshim ka i kështu, do të thënë vetëm se a thani italisht. Kjo është dhe një shembull konkret se si nuk kanë të bëjnë sa dhurata materialiste ti mund t'i bësh një vajzë, mjafton 2 vargje poezie. Ju seriozisht e hëngrët atë kokën e njëri? Seriozisht mendoni që ajo u shkrumbua dhe u mahlit nga surpriza? Apo thjesht kuptoj që u diskutua gjatë gjithë kohës në Prime, mori dhe një 2 sinjale nga Luizi dhe tha kjo është momenti që u bë qift. Luizi u bë si kupiti dashurisë aty. Sigur hyri me qëllim për t'i bërë bashkë dhe për të dalë. Po normali sepse unë thash ata duhet ta shtrydhin Luizin dhe të merrin të gjitha sinjalet dhe të gjitha informacionet. Dhe më sadhe sa që tha Luizi Brikenës që shko afro, tani më motër vetëm të ta thot trot që ju duhet të bëheni bashkë. Tani le të bëjmë një parashikim, kur mendoni që do ndodhi puthja e parë mes tyre? Te Big 70. Ose në Itali, te Grande Fratello. Ti shpërnguli si banor të vetë. Për një 30-40 ditë unë them se mund të parafinales, parafinales. Kur ta ndjejnë që mund të largohen. Brikenës bravo i qoftë, se nuk po e bën kaq të dukshme faktin që mund ta ketë për lojë këtë afrimitet, sepse nuk ju afrua shumë gjatë ditëve të nominimit dhe ja tha në vesh që s'po ta afrohem se mund të mendojnë që por unë kam një teori tjetër që kjo puthje ndoshta mund vënohet edhe më shumë ose ndoshta mund mos ndodhi kurrë, sepse e pat Livian banor e re që vjen. Mënyra se si ajo po përgjigjej edhe kundrejt Ledionit ishte goxha ngacmuese dhe mendoj që tani ka ardhur koha të krijohet një trekëndesh dhe të shohim se sa xheloz është Brikena. To janë kukulla ose si të thuash Arusha Bol të vegjël që fut produksionin. Sepse trekëndça s'ka më tani, e kupton? Kur sitën e shkretë hoqën, s'kishte as trapeza, as trekëndça asgjë me Kristin. A mendoni se ishte një goditje e zgjuar dhe e dur hyrja e Luizit në këtë moment? Atë po, shumë pyetje e dur kolege. E di, shpesh herë bëhet inteligjente. Mendoj që hyrja e Luizit ata kanë menduar që do i ngrej, por do i rënoj më shumë sepse që të prajmi mo i fundit më brëm, që sa iku Luizi ra audienca live. Nikjo, a i bëri lëmsh banorët, aty që me Mirin, që me Selinën që i futi Spica, që me Brikenën dhe Mateon, dhe këto dolën pak si kështu si peshku pa u tani. S'dolën strateg, nuk, pra Luizi dhe pse nuk bëri lojt fort që t'i ofendonte, debatonte, prap me butësi dhe zjuarësi, arriti t'i tregoj që shiko, unë jam lojtar ju si jeni. Ai nuk mendoj që as nuk tentoi të luante. Jo, nuk tentoi, nuk ishte qëllimi i tij. Të jepte ato sinjalet e duhura dhe pse jo të ngritë pak dhe audiencën, kështu që me Kristin çfarë ka ndodhur? Kristi është dukur në lojë komplet. Se mos jeret po ndryshme në gjithë madhe. Kristi Shiqyr ishte i vetmi që e dalloi që Luizi nuk ishte banor, ishte i vetmi që e dalloi. Shikoj Luizi Kristi ka zgjuarsi, thjesht nuk e zbaton shumë në praktik, më duket më. Është si ai që nxënësi që është shumë i mirë në teori, por në praktik s'po bën gjë të madhe. Unë mendoj që Kristi shtrohet shumë, pra ka nevojë të bëjë llogarit, por nuk e kupton që Big Brother është shumë i shpejtë, ti nuk e kohë ti bësh llogarit me lapse me letra shumë. Dëgjoj pak. Unë mendoj që thjesht produksioni ka futur kukulla të reja tashmë në lojë dhe nuk ka nevojë që t'i japi gjatë gjithë kohës indicie Kristit, sepse ka njerëz të tjerë se Livias që ta përdori. Se Kristi vajti dhe e përqafoi Mirin kur Miri nuk e përqafoi kur doli nga shtëpia. Sepse mendoj që kuptoj që i gjitha një lojë dhe Luizi do dilte. Po pse pra Kristi mbaje pak, unë e kuptoj që ju s'jeni hasëm, po me Mirin, se gjithë gjëja më e zgjuar që mund të bëjnë banorët është të kuptosh kush është i fortë dhe kush është kundërshtari jot dhe ta luash pak atë rolin rivalitetin. Po pra. Në këtë pikë? I fort jo, po më i përfolur jashtë. Jo, i fort. Po ato këtë kuptojmë kush del më shumë në Prime, për kë bëhet fjalë, kë godasin opinionistë. Siç ja tha edhe Luizi tani, strategjia dhe nëse do të fitosh Bigun, do të kuptosh që rreth kujt sillet më shumë i gjithë Prime dhe të gjitha debatet. Kështu që në këtë rast ka qenë Miri, tani duam apo s'duam. Tani një temë tjetër që mua më shqetëson shumë është fakti që pse Gimbo po e toleron ka shumë Selin. Në momentin që Miri gjas me doli nga shtëpia, Selina as nuk ja hodhi çurret më vlla, ai vente i rritë mos më mërzi. Po e ka xhan, por Robi ka pak self respect, ka pak respekt për veten. Të kesh xhan dikë dhe të kesh self respect për veten, mund të jenë të dura në një marrëdhënie, por mbasi ndonjëherë dhe nuk përputhet. E ka xhan ose do lutë. Ajo ka varë, ai vazhdon dhe e ka
ka pëlqimin. Mirë. Unë Nuk mund duhet të të kthehet. them diçka tjetër që është shumë normale që ajo as mos të nxjerrë, mos të ketë asnjë lloj ndjeshmërie. Në një farë pikë sepse Mirin ajo e ka më për zemër. Sepse ajo me Mirin është folur deri tani. Dhe Gimbos ajo ja ka thënë që unë ty të shikoj vetëm si shok se dhe nuk do llogarit të fare. përflitë. Po, dy javë. Pikërisht Edhe ajo ja si ka shok nuk thënë. është vetëm Ja ka dalë llogarit. borxhit, i ka dalë Nuk ka borxhit, i ka llogarit. thënë, unë nuk të llogaris për diçka më shumë dhe nuk dua që fakti që po rrim bashkë të merret sikur unë do dal gënjeshtare. Ja ka thënë kur kanë qenë te Nëse lavanderia. se 2 javë ka Gimbo që është futur brenda shtëpisë së Big Brotherit, mbase në vazhdim dhe Selin mund të atashohet si Pastaj, brikena ka në ditën e ndikuar- 30 të 40. Më fal, ka ndikuar dhe pjesa ajo e butonit, biseda që ka bërë me Mirin. Po ka ndikuar Tash pa ajo po s'mund mu, t'i ai duhet të afrojë mbante ndaj qëndrim ndaj Selinës. Duhet të mbante qëndrim dhe jo ti vinte pas, pavarësisht ndjenjave. Po flet, pa ato. Po duhet ketë sa pak. irrituar qen kjo vajzë. Jo, nuk jam irrituar, por mendoj që se aty duhet hysh për lojë. Duket qartë që Selin po e përdor atë djalë. Tani bravo, ti i pavarësisht ndjenjave ke pak se mos ta bëjmë si ai për çfarë si u fut? vjet. Ai ka humbur fokusin në lojë, fatos nuk është faji Selinës. Sigurisht që Ku ka ka dalë- pas lojë? Shiko, Nisemi nga këtu, ku ka pas lojë Gimbo? Edhe Luizi Është u shumë fut herë për për lojë dhe pas u lojë. dashurua, por nuk e humbi sensin e lojës. Tani se Gimbo zgjodhi të pëlqente një vajzë, Po zgjodhi të mos luajë. Po Mateo do e humbi sensin e lojës nëse bëhet çift me Brikenën? Jo. Se është nga lojtarët dhe më- Mateo Unë mendoj se lojtar nuk ka është. humbi. Lojtar është dhe Nuk Mateo. ta Se humbi shoh, sepse nuk se është shoh. një lojtar kush e di se As ça unë nuk se është shoh. lojtar aq i ftohtë sa që të mbajë të dy. Ose do mbash romancën ose do mbash dinamikat e shtëpisë. Mateo ka tentuar të ketë disa herë debate me Mirin, janë sheshuar, ka pasur ato gricjet e veta me Rogertin, janë sheshuar, pra nuk ka ai fokusin e ka te romanca, për momentin ai romanca. Sepse gjithë karriera e tij televizive, po themi ka qenë e fokusuar te romanca. romancat. Ai mirë vjen. ta gjej edhe një nusa i shkreti. Çepi turdimeve edhe në Big Brother romance, ai s'ka lojë. E ka gjej një romanca. nëse- Mateo dhe Brikena do vazhdojnë gjatë si që kanë nisur. Po tani nga të nominuarit e kësaj jave kush do ta mbylli të Atëherë shtunën? kemi në nominim Baby G, Miri, Greta, Ina dhe Roger. Unë them del Baby G-ja. Edhe në Baby Gia mendoj. Sepse Gretën do e mbajnë akoma Oh që my të ketë God. një bif me kunatën. Këtë Inën do e mbajnë se Ina e pesia mblodhi Selinës. Po, po. Absolutisht. Ina tani po Ishte shpërthen që kishte ka dalë nga trekëndshi. Po pra doli nga trekëndshi ishte mundësia më e mirë që ajo mund të Ka ditën në merë të kult sipërfaqe. mendja që nga të tre ata Ina do ishte friend. Ajo duhet të dalë, mendoj që është thjesht kot në atë shtëpi. Vjen shumë keq, po je kot. Çfarë po Zero. bën Baby Gia më shumë se Ina? Baby Gia sa ka hyr dhe ta shohësh kështu si në tip në pamje? sjellje. Jo, po them në sjellje është më e lezetshme se sa Ina. Çka ka treguar Ina? Asgjë. Kështu që Gjithse si mbetet për të Balicet- parë Prime-in e Rapës, ne Shiko, bashkë mirë. do shihemi Të premten në përsëri. vigjilje të Shën Valentinit. Të dashurisë, se folëm kaq shumë për dashurisë. kush do dashurohet me kë? Kush do ketë puthur kë? Kush apo Shiko, më shumë mundësi ka që të pufe mund me njërin nga ju të dy se sa Jo, jo, dikush. më shumë mundësi ka, më shumë mundësi ka të drejt një shume të caktuar, pranoj ta bëj këtë gjë. Po Shihemi të premte në orën 8 në Andale. Paci! Ciao. Ándale.